Miq të Business Magazine, përshëndetje, jemi këtu në Panairin Future to Tech, sot është dita e dytë e Panairit në Pallatin e Kongreseve. Nëse dje nuk keni pasur mundësi ta vizitoni Panairin, juftojmë që të vini sot, do të jetë i hapur deri në orën 19:30. Si kundër dje, së bashku me kolegen time Eni, kemi qenë në një transmetim maraton ku kemi pasur të ftuar dhe të intervistuar në këtë tavolinë nga biznese, partnerë të ndryshëm që janë ekspozues në Panair, por jo vetëm. Në këtë moment të parë, ditën e sotme, kam kënaqësinë që ta nis me zonjën Suada Brozha, e cila është drejtoresh marketingu e ProCredit Bank. ProCredit Bank është një nga bankat më avangard për sa i takon teknologjisë në Shqipëri, e cila ka investuar shumë në këtë fundit me risi dhe prurje të reja. Suada, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe ju uroj një ditë të dytë të Panairit të mbar. Faleminderit. Cilat janë risit me të cilat vjen ProCredit Bank në këtë Panair? ProCredit Bank ka fatin e madh që të vinë në këtë Panair me një risi të cilën neve sapo e kemi prezantuar. Në 29 korrik të vitit 2025, pra para rreth 2 muajsh, ne kemi prezantuar një produkt të ri i cili është Apple Pay, pagesat me Apple Pay, që vinë për herë të parë dhe janë prezantuar për herë të parë në tregun bankar shqiptar nga banka ProCredit. Me shumë krenari e them këtë pjesë që kemi qenë banka që e kemi sjell këtë risi në tregun bankar shqiptar, por përfituesit kryesor nuk janë vetëm individët, janë edhe bizneset të cilët mund ta përdorin dhe mund bëjnë pagesa me Apple Pay. Apple Pay është një nga funksionalitetet të cilat ju vjen më së shumti në ndihmë klientëve për të kryer pagesa që janë të shpejta, të sigurta dhe nga ana tjetër sjellin dhe klientelën tonë shqiptare në një standard evropian për ta lehtësuar pjesën e pagesave me anë të kartës. Nga një anë ne eliminojmë përdorimin e keshit, nga ana tjetër eliminojmë të përdorimin e kartës tashmë, sepse karta mjafton të regjistruar në telefonin tuaj dhe ti mund të bësh një pagesë. Sigurisht, nëse ti ke dhe një Apple Watch, mundesh ta regjistrosh kartën dhe në orën tënde dhe mundesh sigurisht bësh pagesë pa marrë portofolin me vete, pa pasur asgjë të tillë. Kështu që kjo është një risi që ne kemi sjellë në treg dhe ftojmë gjithë klientët e bankës tonë, cilët e kanë një kartë Mastercard, ta regjistrojnë ata në portofolin e tyre digital, por jo vetëm klientët e ekzistuar, edhe klientët e rinj munden që ta kenë në dispozicion tyre një risi të tillë dhe sigurisht ta utilizojnë në mënyrën e tyre më të mirë të mundshme. Nga ana praktike, çfarë duhet bëjnë klientët, qofshin ta individ apo biznese? Duhet thjesht që të kenë një telefon Apple, mund ta shpjegosh pak në disa hapa për gjithë ata që na ndjekin që të jenë më të qartë. Me shumë kënaqësi unë do ta shpjegoj, por sigurisht procesi është shumë i thjeshtë, shumë i shkurtër. Në vetëm 2 minuta, nëse do ta mbasnim, ti mund ta bësh regjistrimin e kartës tënde fizike. Duhet vi në bank? Jo, nuk ka nevojë fare. Nuk ka nevojë fare, është një veprim që ti e bën nga kudo ku je, nuk ke nevojë as të asistohesh nga një staf i bankës. Mjafton që ti të kesh një kartë Mastercard, e cila të lëshuar nga banka jon, pra të jesh klient i bankës ProCredit dhe të kesh një kartë ProCredit, dhe ti mundesh që kartën tënde të debit ose të kreditit, nuk ka rëndësi nëse është business, individ, debit or credit, çdo lloj karte të lëshuar nga banka jon, Mastercard ti mundesh që ta regjistrosh në portofolin tënd digital. Pra, futesh në Apple Wallet dhe ti aty duke ndjekur vetëm disa instruksione shumë thjeshta, e regjistron kartën dhe kaq, nuk ke më nevojë as për kartë fizike ta mbash me vete. Kudo ku jetë mjafton vetëm telefoni dhe pagesat bëhen shumë thjesht, shumë shkurt dhe shumë sigurt, që është dhe shumë e rëndësishme. Dua të ndalemi këtu. Është kjo gjë e sigurt sepse edhe në kulturën tonë, le të themi kombëtare, përdorimi i keshit është kaq shumë i përhapur, ndonjëherë nuk kanë besim dhe te karta fizike dhe jo më te karta virtuale ose te telefoni. Apple Pay vjen me siguri të shtuar, që nga ana certifikohet nga Apple. Absolutisht po, dhe e vjen më thjesht, më shpejt, sigurisht dhe më e sigurt. Kështu që kushdo që e ka një kartë mund ta regjistrojë dhe të fillojë ta përdorë normalisht pa më të vogël dyshim, por përfitojnë nga avantazhi i të bëjë pagesave digjitale shumë thjesht dhe shpejt. A ka një limit sa i takon në shumës së pagesave apo ky vendoset nga individi apo biznesi? Banka nuk limiton. Është e vlefshëm për të gjitha limitet siç ti i ke në kartë. Okej, ka të njëjtat funksionalitete.
Sa i takon përdorimi deri në këto 2 muaj, sa është përdorur nga shqiptarët? Besoj ju keni statistikat brendshme, a kanë përqafuar si shërbim dhe kryesisht cila gjenerat? Gjenerata me re, mesatare? Në fakt, kjo është një pyetje që edhe unë e kam bërë shumë shpesh vetes përpara se ta fusnim si produkt dhe pretendimi është që të jetë më shumë për brezat e rinj dhe për moshën 20-30. Presupozohet që është rrisit teknologjike, fancy payments, për qafohen më para. Në këto 2 muaj na ka treguar realiteti që ky është një produkt i cili pëlqejet dhe preferohet dhe është kërkuar nga gjitha grup moshat. Sidomos kemi pasur biseda me staf, cilët kanë kontakte me klient, cilët na shkruajnë në rrjetet tona sociale nga çdo lloj grup moshe, sepse benefiti i të bërit pagesave thjesht dhe sigurt, sigurisht që është për gjithë, nuk është se kemi një kategori caktuar që ne targetojmë edhe që e japim këtë si produkt. Janë gjithë klientët cilët e kanë një kart, janë klientë bankës tonë, cilët kanë kërkuar dhe kanë vlerësuar. Në lidhje me pyetjen tuaj për numrin e transaksioneve që ne kemi pasur deri më tani, mund të them që vetëm në muajin e parë kemi pasur një boom kërkesash, një boom transaksionesh, dhe vetëm në ditët e para që ne kemi lançuar si produkt, kemi vënë re klientë cilët e kanë regjistruar produktin dhe janë bërë me mira transaksione vetëm në muajin e parë. Kështu që e them me bindje të plotë që ky është një ndër produktet që klientët me zor e kishin pritur. Ne i kemi testuar, sepse për ne nuk është hera e parë që sjellim produkte inovative dhe digjitale. Ne në vitin 2023 kemi sjell dhe kemi qenë po të parët që kemi futur në treg pjesën e Google Pay-t dhe ka qenë ndër produktet që sigurisht është vlerësuar dhe tani me futjen dhe të Apple Pay e plotësojmë komplet gamën e pagesave digjitale nga portofoli digital, si për përdoruesit e Android, ashtu dhe për përdoruesit që kanë një telefon Apple iOS. Tashmë jemi të kompletuar dhe pse jo gati dhe për rrisi tjera teknologjike për klientët e bankës ProCredit. Cila është rrisia e radhës, nëse mund zbulojmë diçka? Unë e thash në fillim që ProCredit ka qenë gjithmonë avangard në paravit të zhvillimeve teknologjike, në të njëjtin hap me bankat e tjera si motra në Europë. Përveç se këtyre që sapo përmendëm, banka gjithmonë është duke punuar për projekte të reja. Gjithmonë jemi në paravit zhvillimeve teknologjike dhe duam që klientëve tanë t'i ofrojmë fjalën më të fundit teknologjisë për sa i përket shërbimeve bankare. Aktualisht jemi duke punuar për një rrisi tjetër, e cila është hapja llogarisë online, 100% online, dhe besojmë shumë shpejt do ta vëmë dispozicion për klientët e bankës tonë për ta bërë rrugtimin e tyre 100% digital, që nga hapja llogarisë në marrjen e produkteve dhe aplikimin e tyre në mënyrë online dhe të shkurtojmë dhe të kurstojmë sa më shumë kohë për klientët e bankës tonë. Pse jo të ofrojmë produkte të cilat janë shumë konkurruese në treg, kanë komisione shumë favorshme, por nga ana tjetër janë shumë lehta për të përdorur dhe e bëjnë përdoruesin të ndihet në një nivel tjetër në momentin që punon me ProCredit. Kjo mund të jetë dhe për turistët. Shqipëria ka pasur në vitet e fundit dhe një boom turistik shumë të madh, kështu që mund të jetë dhe për të huajt, për të hapur një llogari ose për të përdorur Apple Pay, mund të jetë një rrisi që ata duke e pasur dhe në vendet e tyre përqafojnë edhe më para dhe sigurisht që Apple Pay ka shumë vite që është në tregun evropian, në tregun amerikan ka rreth 10 vite që është prezent. Dhe them drejtën edhe feedbacku që ka ardhur është që sa mirë që dhe në Shqipëri teknologjia avancoi dhe mundet që të bëhen pagesa kaq shpejta dhe kaq sigurta me anë të telefonit. Sa i takon panajirit, si ju është dukur dita e djeshme dhe sotme, cilat janë pritshmëritë tuaja? Çfarë kanë thënë vizitorët që kanë ardhur në stand? Për ne si ProCredit është viti i tretë që marrim pjesë në panajirin Future to Tech dhe ka qenë një ndër panajiret që me zor e kemi pritur që të organizohet dhe të marrim pjesë. Kjo për faktin sepse që në edicionin e parë kemi vënë re interes shumë të madh tek pjesa e sigurisht reklamuesve të tjerë që ishin këtu në panajir, pikë së pari, lidhjeve B2B,
por nga ana tjetër dhe vizitorëve individ cilët vinë për të parë panajirin, për të vizituar panajirin me qëllimin e qartë për të njohur me rëndësitë teknologjike në të gjitha fushat që ata kanë nevojë. Kështu që edhe këtë vit me zëri kemi pritur të them drejtën dhe është një ndër panajiret që vërtet t'ia vlen të marrësh pjesë dhe të tregosh rëndësitë tua. Këtë herë na rastisti super mirë sepse ishte në linjë me pjesën e prezantimit të Apple Pay, promovimit të tij dhe lançimit. Gjithë kjo periudhë ka qenë shumë intensive për bankën tonë sepse kemi qenë në këtë fushat për lançimin e këtij produkti dhe marrja pjesë në këtë panajir është vijimi një rrugtimi të shumë të mirë për ta prezantuar dhe për t'ia treguar gjithë pjesëmarrësve në panajir për këtë produkt të ri që Procredit ka prezantuar. Më vjen shumë mirë sepse siç e thash edhe në fillim, për ne si shqiptar që jemi më shumë te kultura e keshit, e të pagesës kesh, ndërgjegjësimi dhe edukimi mbi paranë elektronike është diçka që ndihmon dhe ky lloj komunikimi me një audiencë që ka dhe Future to Tech, besoj që e çon edhe më përpara këtë nismë që ju keni ndërmarrë. Sigurisht dhe urojmë që të dalin të gjithë sa më të kënaqur nga përfundimi i këtij panajiri, edhe pse deri më tani që po shoh pjesën e frekuentimit, pjesën e interesit, besoj që misioni është kompletuar. Faleminderit Suada shumë që ishit në këtë intervistë. Nuk e di nëse keni diçka për të shtuar? Jo, faleminderit. Besoj që nëse ka diçka që audienca mund të jetë e interesuar, i ftoj ata që të vizitojnë faqet tona në media sociale apo dhe website-in e bankës për të marrë aty rrisit më të fundit dhe për të njohur me ofertat apo dhe me informacion rreth bankës Procredit. Faleminderit Suada. Miq të Business Magazine, do rikthehemi pas pak me një tjetër intervistë, mos u largoni, na ndiqni në kanalet tona.